Për herë të parë, palët kanë diskutuar edhe për emra konkret, por pa i bërë publik. Kurti cilësoi takimin të sinqert dhe serioz, ndërsa Abdi Gjiku tha se ky është hap përpara duke theksuar se LDK-ja nuk është vagon i asnjë partie. A jemi pranë një marrëveshje për presidentin, cilet mund të jenë emrat që po diskutohen dhe pse po mbahen në fakt emrat fshet? Flasim bashkë në këtë blok me dy të ftuar. Në studio kemi të ftuar Gazmend Morina, faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit. Me lidhje live me Anton Nazarko, kënaqësi i nderuar, faleminderit shumë. Kënaqësi nga përpuar. Në fakt, Gazmend, pra ka për herë të parë një takim që është folur për emrat. Nuk ka, edhe ma heret, edhe në takime tjera është folë për emra, mirë po kësoj radhe kam bo publike që po flasin për emra. Kjo është një zvarritje e një procesi, një serial së ndë vitrina, kështë që po zgjatë, po blenë kohë se cilë në mënyrën e vetë. Albin Kurti po zvarrit procesin që ashtu që shko qëllim, që nëse nuk e zgjedh presidentin që dënë me që vendin zgjedhje dhjetor, ndërsa Lumir Abdi Gjiku po kalkulan me emra, duke pos për asysh në partinë e vetë, ai nuk ka unitet. Nuk e dim këto, nuk e dim në këtë moment. Dihen qëndrimet pakte. Po ka pasur një heshtje edhe nga vetë deputetët që ka pasur dilema. Pikërisht që ka pas heshtje dhe s'ka pas mbështetje, ata po kalkulojnë me emra edhe në nuk pres realisht para 16 shtatorit që këme pas një epilog këtu takimet e tyne me zvete. Ta kanë me zvarrit, me thonë okej, tash këna me dërgun këshill partisë. Mirë, si për çfarë thanë të dy liderët, e shohim bashkë disa shkurt deklarimet pas takimeve. Nuk do t'i kisha quajtur negociata maratonike. Natyrisht që nuk janë as distanca të shkurtra apo sprint, nëse flasim me gjuhën atletikës, por nuk janë as maratonike. Dhe nuk besoj që do t'jenë maratonike, sepse nuk është çështje muajsh, kur ne duhet të merremi vesh, është çështje javësh e do të dëshironim që të ishte çështje ditësh. Por komunikimi nuk ndërpritet, takimet do të vazhdojnë dhe jemi në një fazë të re, kur po e ritheksoj, negociojmë për dhe me emra konkret e të përveçëm që nuk mund të bëhen publik derisa të mos ketë dakordim të plot për ta e me ta. Në tërsinë e emrave të prezantuar, mund të them me bindje të plot emrat në masë të madhe, dikush më shumë e dikush më pak, është në vijim me parimet e takuara deri më tani. Dhe në këtë drejtim, le të themi se kjo është një hap përpara, meqense nga koncepti politikë rreth parimeve, kemi kaluar në emra, për shkak të ndjesisë së procesit, ju lus për mirë kuptim, nuk mund të diskutoj për emra konkret në këtë fazë. Nazarko, çështja e javësh që duhet merrën vesh, nuk është një maraton, por a do merrën vesh? Tani, unë nuk besoj që mund të sjell diçka të re në interpretimin taktik më shumë se sa Gazmend, më shumë se sa kolegu që ke në studio. Unë mund të sjell diçka të re në kuptimin e krahasues, rrafshin krahasues. Kjo situatë më kujton Shqipërinë e 2002-shit, kur pati një klim ulje tensioni midis Berishës edhe Nanos, dhe ata filluan të merrnin në përgojë emrat e gjithë figurave të shquara politike të Shqipërisë. Po qa mendon për këtë, qa mendon për atë, kaluan në rivist një 50 emra, një 70 emra. Dhe ajo ishte një moment në cilin Berisha i cili fitoi Berisha i cili kishte bonusin që ta përcaktonte emrin, vlerësonte nëse ishte një emër që mund ta kontrollonte, s'mund ta kontrollonte dhe çfarë ishin kriteret në atë kohë? Çfarë kritere kishte? Po, ja eksaktësisht ishte njëjta situatë. Ata mendonin se po zgjidhte një figurë konsensuale. U zgjodh presidenti Mojsiu, i cili për hir të vërtetës, në letra, në ato që i dukej PD-s, ishte dikush afër saj, kishte qenë zëvendës ministër i mbrojtjes i Partisë Demokratike, ishte një figurë e cila ishte
vërtet papa i tij kishte qenë edhe i afërt me Enver Hoxhën, por pastaj ishte distancuar prej tij. Por ama presidenti Mojsiu ruajti një profil të para s'larguar, një profil dinjitoz në kryerjen e mandatit. Isha vetëm duke vendosur një paralele midis mënyrës se si zhvillohen këto negociata kur merren në përgojë emra të ndryshëm, të shumë, por ky nuk është një proces në cilin me të vërtet kontribuohet publiku. Të para, e dyta, paralela nuk është e plot sepse Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ishin në numra, ishin partitë kryesore të vendit. Jashtë tyre ishin vetëm partitë vogla, LSI-ja, etj. Pra nuk jemi në të njëjtën situatë. LDK-ja, edhe këtu është ndryshimi, dalja jashtë Rafshi Karasues, LDK nuk ka në gjykimin tim numra që t'i garantoj kompaktësi, sigurinë në votim, dhe po ashtu supozohet që brenda LDK-s nuk janë që të gjithë kompakt, nuk janë që të gjithë entuziast në çdo vendim që do të marri zoti Abdi Xhiku në Mirë, por në fakt pas kuvendit të fundit ku Abdi Xhiku ja doli të vazhdoj mandatin e tij si kryetari i LDK-s, ka një vendim që i obligon të gjithë deputetët të respektojnë vendimet e partisë. Shkori, unë nuk unë dorëhiqem nga kompetenca për të interpretuar zhvillimet e brendshme në LDK. Unë nuk mendoj që situata është kompakte në favor të zotit Abdi Xhiku. Zoti Abdi Xhiku don të tregoj subjektivitet, don të tregoj distancë në raport me PDK dhe me AK, don të japi idenë e konstruktivitetit në raport me këto parti. Për hir të vërtetës, siç e tham në një emision para, unë mendoj që qoftë PDK-ja, qoftë AK-ja, qoftë LDK-ja, njëjtë si shtat zoti Tashi, duhet kishin shkuar në një tryezë të përbashkët me zotin Kurti, jo në moderimin e zonjës Haxhiu, e cila sipas meje, po edhe sipas zotit Hasani në shkrimin e tij të 250 për interpretimin e një situate kushtetuese, ku ai një herë thotë është kështu dhe herën tjetër thotë që është e kundërta e interpretimit të pashëm. Pra zonja Haxhiu nuk është në gjykimin tim presidente, nuk i ka atributet e presidentit, pra mendoj që edhe si thoshte zoti Taçi, me maturin nga pozita e tij e Burgosit po pret një vendim në 16 shtator, unë mendoj që partitë duhet kishin shkuar në një tryezë trumbullakët me Kurti. Në ndërkohë, zoti Abdi Xhiku synon të tregojë që LDK-ja është ndryshe, synon që të shmang zgjedhjet e parakohshme, të cilat ndoshta mund ta vinin një pozitë pa pavorshme, mund të ulin numrat, por nuk besoj që kjo qasje e zotit Abdi Xhiku, ky është interpretimi im strikt subjektiv, nuk është një qasje që e rrit LDK-n. Në gjykimin tim, vazhdoj të mban pikpamjes konfirmimi i Osmanit, apo qoftë edhe afirmimi i Konjuftës në 2025, mund të ishin zgjidhje më të dobishme për Kosovën dhe për gjithë partitë, do kishin shmangur këtë krizën si e vërtet. Dhe Nazarko, kur jemi tek emra, dua dal tek Gazmendi për të pyetur kush janë emrat. Mbrëm ka qarkulluar dhe emri një prej aktivistëve veprimtarëve të LDK-s, ish ministri i mbrojtjes Akide Molli. Përbindjen tam plot prej aty në emra sa kanë qarkulluar, profesor Akide Molli është një person me integritet lartë, profesional dhe personal. Mirë po, këto është problemi tjera të janë kalkulime politike. Qysh e thashtë dhe në fillim, pëse Lumir Abdi Xhiku nuk i ka numra, ndërsa kjo është vesh një blerje kuhe, sikur Lumir Abdi Xhiku ti kishte numrat, e kish morë me vetën ta kem Abdullah Hotin. Edhe i kish thonë na jena bashk, e këna kalu një kuvend zëdhur, tash jena unik mas këti procesi, dikush ka hup, dikush ka fitu, mirë për LDK-ja vazhdojnë bashkarisht me ruktu. Ai nuk i ka këtu mundësi. Lumir Abdi Xhikut i duhen 18 numra, të 18-it, për me zjedh presidentin, qoftë një nëse i mungan. Pra, që është ata Nazar, por mund të mos votojnë, por mund të qëndrojnë për quorumin. Ata nuk se, Hekmet e Bajrami nuk se ndrojnë. Nuk e dim në të moment. Mirë dhe, po asë njëri për ty nuk e ka konfirmu si i qëndrojnë pas vendimet të... Por asë se ka thonë që si qëndrojnë. Saksisht mirë, po është ndarja aty në maheret, vazhdimësi, kontinuiteti i veprimeve të tyre. Pas faktit, sepse këtu jemi, naturisht, ne i dim që shfar kanë votra të Gazmend, ka një vendim të partisë, pas kuvendit. Nuk po kushtetuta ja garanton deputetëve me qenë të pamorën veprimet e veta, nuk mund të partia. është vullneti deputetit, edhe ajo është të vërtet. Nuk kohën e gjazit, funditës deputeti kalkullon, kryetari partisë sa mundet me i bo mas shumë të është mos më shtin listë
herën e ardhshme. Që është pak për një deputet? Nuk është pak, po në dina kronologikisht në LDK ka ndodhur që nuk ju kanë përgjigjë vendimeve të partisë, që prej Vjosa Osmanit para shumë vite, edhe Ran Tutje Thirrë, si përfundim Albin Kurti, edhe Lumir Abdezgjiko, që të dytë, për kalkulime të ndryshme të vetat, po e zvarritin një proces. Dhe kur jemi tek zvarritja, arsyetimi në të rast në base edhe joti ka zmenë për edhe kolegëve të tuar se kur ti do zgjedhjet në dhjetor, po pse i duan në dhjetor? E ka parë vetën ku është edhe me votën e diasporës? Po, Albin Kurti ka severisë me kriza politike. Nëse zgjedhjet i mon fund dhjetore, minimalisht për i këndvështrimit tina nuk me morë vota ma pak se që ka morë tash. I merë njëjtë. Pra njeri u shko në zgjedhje për të marrë pak më pak vota se që kishte? A i ka morë me non shkurt në 42%. Si kur të kishë bo atër Severin, tash është në vjetë e gjysë Severia që i ka kalu dhe i këshën vejtë 2 vjetë e gjysë mandat. Me që të frim elektorallet që e konë teren Albin Kurti, so herë të shtyn ka 6 muj, kur dënë më unët me zjedhe dhe ko plus 4 vjetë. E ka pas ndodhur një rënje pak me madhe në shkort, që se ka të garantuar. Po, Severin e ko të garantume. Severin e ko të garantume për presidentin, momentin që ti vjenë shumë ngështë, dhe që mërne. A më kuptan? A mund të një lojtë të tillë që ta zëmë një ditë para afatit? Kësoj rodhe kanë me bu kalkulime për çështjen e 16 shtatorit edhe kthimin që presim gjithë, ishte me luzëve të UÇK-s në Hagë, edhe ma ndin ndrën loja politike. E presin 16 shtatorit më pas vendosin a bëjnë koalicion ajo? Këta kanë mi prit dhe i ofër 16 shtatorit një frym, nëse shohen që ka entuziazm shumë të madhë në Kosovë. Për kthimin e tyne, atëherë mundën me tentu me zgjedhë. Mirë po shumë problem me zgjedhë, pra po them, nuk ka numra, është matematikë. Kuj ka 62 numra, 18 bojnë 80. Një njeri mjaftën... Remi nga PTK po në thirrje që të bëhet koalicioni me vetëvendosje, ndu Dabali thotë që nuk e voton. Ka zëra që nga AK-ja mund të qëndrojnë 2 apo 3. Natyrisht sonte konfirmojnë Dauta Radina në këto. Ramushi që shka thonë gjithë, i ko deputet hunët e të kanopit, me parafrazë e kështë. Pas ka ikur kjo Ramushit. Nazarko, 16 shtatori dhe impakti në skenën aktuale politike. Është një pyetje që po e bëj shumë, ma ka thënë Shkumbi Kajtazi që po e bëj shpesh, a nuk i konvenon në fakt Kurti që të ketë një qeveri stabile për para 16 shtatorit? Po nuk besoj që ai arrin që t'i bëj të gjitha për para 16 shtatorit. Madje mendoj, ky është një kontribut i ri, po të në atë skenën e debatit publik në Kosovë, mendoj që e ka ndryshuar radhën e themelimit e konstituimit të institucioneve, pra po kërkon presidentin për para parlamentit për një arsye të qartë kushtetuese. Do të thënë, nëse ai do ta konstituonte parlamentin, atëherë veprimi i qeverisë së tij do të ishte qartësisht antikushtetues. Do të thotë, ata që do të ishin ministra, ushtrues detyrat të ministrave, do të ishin njëkohësisht deputetë dhe aty shkelja e kushtetutës do ishte shumë e qartë. Ai po luan në kufit e antikushtetueshmërisë, pra ata kanë marrë mandatin, por ama parlamenti nuk po konstituon për të vazhduar veprimtarinë e qeverisë. Kjo është arsye e parë. Arsye e dytë, ai do që nëpërmjet po themi themelimit të institucionit të presidentit, i cili prapë do kalojë në parlament, ai do që pastaj të japi legjitimitet edhe qeverisë së tij. Po gjithsesi, këto janë interpretime të rrafshit taktik, janë interpretime të rrafshit brenda kosovar. Ajo që duhet theksuar, edhe unë insistoj, zaten kjo është arsye pse pranoj me kënaqësi ftesat për jush, është në këtë debat që zhvillohet në Kosovë, të hapet pak horizonti, të kuptohet pozita e Kosovës në botë, pozita e Kosovës në rajon, pozita e Kosovës në Evropë. A është sot Kosova e aftë që njëjtë si Bullgaria, njëjtë si Belgjika t'i lejoj vetës të lojrat me zhvillu 4 palë zgjedhje në 2 vjetë, unë mendoj që nuk është. Dhe për këtë arsye, unë e kam parë, edhe për shkak se kam punuar në institucione si presidenti i Republikës Shqipërisë në 7-2002, unë e kam parë me një qasje presidenciale. Kosovës i nevojitet një qeveri me bazë të gjerë. Okej, shumë konstruktive LDK-ja, por
kërkuat një qeveri me bazë të gjerë dhe me bazë programore. Me çka në kupton gazmend me bazë të gjerë? Pra një koalicion PDK, vetëvendosje, LDK? PDK, vetëvendosje, i vetëmi koalicion stabil që i garanton funksionimin stabil, formimin dhe funksionimin e krejt institucioneve, është një koalicion vetëvendosje PDK, mirë po nga rrofshi sëdëm qysh po zhvilluhen gjonat, nuk ka mundësi me ndodhë, pakten deri pas 16 shtatorit. PDK-ja është një farë status quo politike, po i motivon aktivistat, po munduhet me mojtë kontakt me qytetarë, të e prit 16 shtatorin. I vetëmi preokupim i tynë është akgjykimi i gjykatës speciale që gjithë presim më liru Hashim thotë që Kadri Veseli edhe Jakub Krasniqi. Dhe Recep Selimi. Edhe Recep Selimi natyrisht. Edhe PDK-ja veçit preokupim e ka, edhe është mirë pse ka veçit preokupim, ka prit që 6 vjetë me përfundu këtë proces. A bëhet, a shëti një koalicion vetëvendosje PDK? Nuk ka mundësi për moment. Jo, pas 16 shtatorit. Pas 16 shtatorit, tani a kthehet Hashim Thoçin politika, Kadri Veseli, më nuk varet asgjë për këtyre administratorëve të partisë që ka PDK-ja dhe ndryshojnë rrethana. Mirë, megjithatë ka pasur, PDK ka pasur të vështira edhe administratorët, siç po i referohesh ti, nuk e ka pasur të lehtë. Nuk janë unitet ko, por nuk ka lider i cili merr vendime dhe partia i shkon pas. PDK-ja u karakterizu PDK-ja edhe Aleanca edhe vetëvendosja gjatë gjithë 20 vjeçarit fundit që ka leadership edhe i përgjigjen gjithë anëtarët e partisë i besojnë vendimeve tina. Për momentin vendimin më të mirë të mund shëmunet me morë Bedri Hamza, por nuk e ka... E ka bërë, ka përqyrë disa teste edhe Bedri Hamza në PDK që kanë qenë vështira, por ju në anën tjetër kritikoni Kurtin që i prind gjithë partisë dhe s'ka debat të hapur aty, kështu që... Në PDK ka posë debat hapur, edhe po me gjithat i kanë besu liderit ma shumë momente vendimtare, ati i kanë besu edhe i e ka bindë elektoratin e vetë, ndrysh është kusia Hashim Thoçit edhe ka qenë edhe Ibrahim Rëgovës, edhe Ramush Haradinajt më rana së naturisht, ajo s'kontestohet, dhe mirë po në rrethana që ka qenë PDK-ja ka rritur që ka menaxhim mirë. Veç me roni se në 50.000 votat, atu ka rrit. Nazar ko? Me qënë se mu të duk që nuk ju përgjigja plotësisht pyetjes për zhvillime që implikojnë 16 shtatorit. Së pari, me gjithë se mu të duk e mjo popullor, nuk është 100% e sigur që gjykata do të marrë vendimin për ta pafajsuar zotin Thaçi apo të gjithë komandantë. Nuk mendoj që ka qartësi të madhe mbi me vendimin që do të merr. Të drejtë që ka, por megjithatë optimizmi ekziston. Sepse juridikisht, në qoftë se ai pafajsohet, ai ka të drejtë fërshet politik. Në qoftë se ai dënohet në një farë forme, unë mendoj që ligji në fuqi në Kosovë ndalon përfshirjen e tij në politikë. Natyrisht, në qoftë se ai deli pafajshëm, ai ka gjithë të drejtat dhe mendoj që do të vi me një energji të renë për të hyrë në politikën kosovare. Po si dikush i cili në atë pozitën time modeste si këshilltari zoti Pacolli i është kundërvend krijimit të gjykatës speciale që në 2011, zoti Pacolli asokoi bëri letër Berishës ku i kërkoi që të mos ta themelonte, të mos votonte pronë Këshillin e Evropës dhe atë punën e gjykatës speciale ta bënte një njësi e uleksit brenda territorit të Kosovës. Unë nuk dëshiroj pra që kjo gjykatë e cila gjendet nën presion edhe amerikan, edhe të ndonjë lloj tjetër, të marrë një vendim që të pajsoj zotin Thaçi dhe përpasoj të pajsoj luftën e Kosovës, një luftë në cilën ishte përfshirë perëndimi, ishte përfshirë kombi shqiptar, ishte përfshirë shteti shqiptar për cilin unë kam punuar. Kështu që le të shpresojmë që do të ketë pafajësi. Jemi në fushën e shpresave, jo në fushën e analizës, sepse dikush thotë që presioni amerikan, shpallja non grata e gjykatësit kryesor mund të ndikojë, por mund të japi edhe efekt kundër produktiv. Ajo që duhet theksuar, megjithatë është në këtë luftë për të fituar kohë, mos e nënvlerësoni datën 21, 22, nuk e di shtator, në cilën zoti Kurti me gjaz do të udhtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është koha në cilën presidenti po është samiti i OKP-s, do të thënë gjithë presidentët e kryetarët e shteteve të botës shkojnë në New York. Në atë kohë dhe presidenti Trump do të bëjë një ftesë, kjo është tradita
e presidentëve amerikanë të gjithë kryetarët shtetit që gjenden në atë ditë në New York. Unë imagjinoj që zotit Kurti i mungon një foto qoftë edhe dy familjeve me gruan, me bashkëshorten e tij, me zotin Trump, dhe shikonin se çfarë narrative do të krijohet në Kosovë për gjithë ata që kundërshtojnë Kurtin dhe konsiderojnë si anti-amerikan. Pra, në këtë luftën për kohën, për afatet, është edhe kjo periudhë që duhet mbajtur në konsiderat. Për ta përmbledhur, interpretimi i situatës në cilën ka hyrë Kosova është si një ekuacion me shumë të panjohura, në cilët është shumë vështirë që të japësh një gjykim shtërues për atë që ka drejt, nga këndvështrimi i interesit shtetëror, i interesit kombëtar Kosovës, unë e përsëris Kosova duhet të tregojë maturi. Kriza të cila gjendet, nuk është një krizë e cila duhet të zgjidhur ashtu siç bën Kurti, thjesht dhe vetëm duke përqendruar fuqinë tek vetëvendosja, tek ai personalisht, por duhet me një pajtim, duhet me një bazë të gjerë. Kosova nuk e ka zgjidhur, nuk e ka përmbyllur dialogun me Serbinë, duhet ta kishte bërë shumë më herët, nuk e ka bërë, këtu ka gabuar edhe Taçi, këtu ka gabuar edhe Haratina, këtu ka gabuar edhe Mustafa, pra edhe Kurti, sepse jemi në një situatë në cilën zhvillimet që lidhen me Serbinë, zhvillimet që lidhen me Shtetet e Bashkuara Amerikane, të tilla të cilat mund marrë një kahje që e dobëson Kosovën. Kështu që kjo është më e rëndësishme se sa gjithë diskutimet e brendshme për emrat. Po edhe unë i bashkoj me asaj që tha Gazmendi, që qoftë emri Haki Demolli, qoftë emri Baton Bislimit, janë emra dinjitoz. Por unë mendoj që nuk do kishim hyrë këtë krizë nëse Kurti do kishte pranuar Osmanin, ose nëse opozita do kishte pranuar Konjuftën si kryeministër. Pra, duhet treguar, duhet dëftyr me shumë maturi dhe jo shikimi njëri tjetrit si armik. Pra, kjo është, Kosova duhet i rikthehet asaj frymës pajtimit që ka ekzistuar shumë kohë përpara, në cilën Thaçi e përkujtonte me shumë elegancë në marrëdhëniet e tij me Rugovën. Shikoni, marrëdhëniet e Rugovës me Thaçin kanë qenë marrëdhëniet më të mira të mundshme. Përtej asaj bukurime që jep te Thaçi, duhet të ketë patur edhe episode shumë të rënda, por ama fakti është në publik ata kanë treguar kapërcësim të momenteve të vështira mes tyre. E ka bërë Thaçi, e ka bërë Rugova. Pra, Kosova 20 vjet më pas duhet të tregojë një pjekurim më të madhe se sa që kanë treguar këta kur shtetës, cilat nuk kishin kur fare eksperiencë shtetëformuese. Sot Kosova është shtet i konsoliduar, në këtë kuptim duhet ka përcej këtë model që e ka ofruar Thaçi me Rugovën. Sakt. Gazmend ka pasur në fakt në mesin e emrave që nuk dini se është përfshirë në tavolinë dhe emri i një aktivisti po aq të respektuar, Baton Bislimi, i cili ka një rrjet bukur të madh të kongresistëve dhe njerëzve me peshë në Amerikë, Palm William Walker që bëri një letër, Diogardi gjithashtu i është bashkangjitur thirrjes. Mendon se është diskutuar emri i tij? Nuk e di, është diskutuar emri i tij, por nuk pres që as Lumir Abdixhiku e as Albin Kurti të kenë ndaj interes të veçantë për emrin e Baton Bislimit. Për te kësaj narrative se paraqisin publik të tregimit se dojna një emër konsensual mbi partit, që tha dhe Nazarko për rostin e Shqipënisë para 25 vite, qëllimi final është prej se cilët për i tyne qysh kanë me mujtë me diktu qatë president dhe me pos impact në një formë ose në një tjetër për interesat veta politiket e aj. Kështu që emri Baton Bislimit është shumë larë. Por rasti që mori Nazarkov flisti për diçka tjetër, që një fakt, po, ka qenë emër politik Mojsiu dhe e dim peshën e tij edhe në histori, por që ka arritur që megjithatë të gjejë një farë gjuhet përbashkët në gjitha palët. Po, Lumir Abdixhiku dënë që Haki Demolli, një figurë mrena tyne mundësisht diçka që i përbashkën me partinë e vetë ose me kauzat e tij, një emër që nuk i lidh kurrë që ai zoti Bislimi Sadi ka qenë edhe në AKR, Nazar ka po, me një moment, edhe tani ka qenë kandidati pavarur për kryetar komune, jo pse ky nuk është mjaftueshëm dinjitës për pozitën ku e mbon, mirë po interesi i Lumir Abdixhikut edhe i Albin Kurtit nuk është si me qitë një figurë që nuk e kanë asnjë kontroll mbi ta. Ata dojnë pak a shumë e pos në të rejërësi. Pse e do atë pozit nëse s'ke kontrol dhe anë të person? Taksër. Nazarko, natyrisht, emrat edhe mund të lakohen, personazhet që po lakohen mund të dhe mos din asgjë,
se janë përmendur emrat apo dhe nëse janë përmendur emrat, si do që jetë kur e sheh në perspektivën tënde, sidomos me përvojën që ke që Kosova do të arrijë këtë stabilitetin politik? Më besoni është nga të situata në cilat e kam shumë vështirë shtje fallë. Dhe më thënë të parashikoj sepse nuk kam njohjet apo informacione taktike që i ka Gazi apo që i ka dikush tjetër. Unë jam duke operuar nga i rrafsh etik, nga i rrafsh interesit shtetëror, nga i rrafsh interesit kombëtar, i cili imponon që Kosova ta ka përcjellë sa më shpejt jetë mundur këtë situatë. Dhe dua që të përmend nga eksperjenca ime, meqenëse ju referuat asaj që shikoni, unë kam punuar me Recep Majdani. Recep Majdani ishte një figurë e cila ju qas politikës pa kur fare eksperiencë partijake më parë. Ky ishte me një origjinë të djathtë familjare, por ama ishte i mbështetur në aktivitetin e tij, po themi në karrierën e vet nga e majta. Dhe nano e zgjodhja të presidentit 1997 me idenë që mund ta kontrollonte. Po nuk ndodhi kjo gjë. Që do të thotë që dikush bëhet president, nëse ka integritet, nëse ka një sistem vlerash, del jashtë kontrollit të një kryeministri sado i fortë, sado autoritar që të jetë ai. Kjo është frika për cilën flet edhe kolegu Morina. Pra, duke parë shembullin e zonjës Osmani, e cila në letër apo në ato bisedat e para apo në ato betejat e para mund të ketë qenë 100% me Kurtin, por dikur në një moment të caktuar marrëdhëniet që ndërkombëtare që krijohen, mbështetja e faktorit ndërkombëtar, faktorit perëndimor posaçërisht, egoja e zhvillon atë subjektivitetin e presidentit. Pra ai fillon të shkëputet nga kontrolli i kryeministit. Po ju marr plotoni edhe shembullin e Pacollit. Kur zoti Thaçi e mbështeti një kandidaturë si ajo e Pacollit, ka menduar që ai në sensin e njohjes do të kishte një presidencë e cila do të ishte tërësisht kontrollin e Thaçit. Po kjo nuk ndodhi. Një Pacolli i cili mendoi pra si kandidaturë e Thaçit, zhvilloi një protagonizëm, një individualitet institucional i cili ishte pa imagjinueshëm përpara. Shkoi zhvilloi një vizitë në Shqipëri si vizitën e tij të parë si president, hodhi apo shpalli në Parlamentin e Shqipërisë doktrinën e Komuneltit Shqiptar, që ishte një doktrinë e Arbër Xhaferit, diçka që në një farë mënyrë shqetësoi politikën, PDK-n, zotin Thaçi dhe institucionet edhe zotin Asani, nëse doni kryetarin e gjykatës konstitucionale, pastaj janë ndërprerur mes mandatit. Me këtë duhet të them që presidenti nuk është dikushi i cili mund të kontrollohet lehtësisht si kryetari i parlamentit, i cili mund të shkarkohet me një shumicë çfarë do. Presidenti është një figurë e cila menjëherë automatikisht mobilizon rreth tij mbështetje ndërkombëtare. Ndërkombëtar posaçërisht në një shtet si Kosova duan që të punojnë me dy kanale dhe me presidentin dhe kryeministin. Kështu që kjo është arsye pse po zgjasin negociatat për të. Unë mendoj që Abdi Xhiku është një situatë vështirë, nuk duhet që ta paragjykoj që do të refuzojnë kandidaturë si Demolli. Ai do që të dalë nga kjo situatë e vështirë në cilën gjendet, duke imponuar një emër që vjen, që është nga diaspora LDK, pra nga rrethi i afërt me LDK-n, dhe ky është emëruesi minimal i përbashkët dhe me rivalët e tij, me zotin Abdullah Hoti apo me të tjerët. Pra, ndoshta ky është elementi i vetëm i cili na garanton që mund ta zgjidhë dhe LDK-ja me vetëvendosjen në çështjen e presidentit. Pra, edhe njerëzit, rivalët e zotit Abdi Xhiku mund ta pranojnë një emër si Demolli apo si Bislimi apo si dikush tjetër që vjen nga LDK-ja, me kush që Kosova të mos shkojë në zgjedhje dhe me kush mos ishte Osmani, sepse duket që zoti Hoti dhe ka tjerët nuk e kanë dashur emrin Osmani, e cila tani nuk po merr pjesë më në negociata. E vërtet, në fakt, për gjitha dinamika do të flasim prapë sërish. Faleminderit shumë Nazar Koknacit, ju kisha në program sot. Për mua kënaqësi. Në fakt, dua të kthehem tek Morina dhe njerë për të folur për një kallëzim penal që është paralajmëruar tashmë nga PDK-ja për Avni Deharin.
para se me orte avni dehari, që me nësi është kallëzim e drejt, po du më nëllë të kallëzimet penale që i kam bo për çështjen e qeverisë. Janë shumë hipokrizi, vendimet e ty janë shumë hipokrite të opozitës, për shkak se te po i thu që me ndaj për bindjen teme me të drejt, se i ke uzurpu zyret e qeverisë, edhe zyret e ministrive, edhe si deputet, po ushtron funksione, që në burra e grot dilni piktujtë se keni venin këto, deri shtë është në regull, mirë po kryetarët e komunave, të PDK-s, AK-s, të LDK-s, po shkujnë, po nënshkrujnë marrëveshje, për shembull me ministrën Fitore Paculli për banimin social. E ka bërë, kemi folur në fakt me Lushtakun këtë gjë, mbasi e kam pritur që të mos e bëj dhe në fund të fundit çdo kryetar komune u ka bërë qytetarëve të vet ato marrëveshje që të realizohen. Po në shumën e person adekuat cilët e po i thu si jetë të uzurpu zyren. Domethënë çdo veprime nuk kanë sens ndërmjet vete, edhe që kjo ke fola më herët për leadershipin e partisë, që duhet me pas vendime partijake që zbatohen në parem edhe që ai zotnia që është në hauge të dënuar qytetarët për shkak që ata nuk po respektojnë një vendim gjykatës supreme. E bën gjykata natyrisht një vendim pasi që të merren parasysh të kallëzime. PDK-ja nuk mundet me nënshkru para dite me një ministër marrëveshje mas dite mi thonë këta në Prishtinë. Po s'mundet në anën tjetër për shkak të një mungesit të përgjegjësisë të këtyre ministrave që i bëjnë ka 3-4 role të psojnë qytetarët. Po qytetarët mundet më në shumë as 1 muaj, as 2 muaj, se nuk është kur gjë për guta e mbase mund të ketë humbur më. Po PDK-ja nuk është dosh me në anën tjetër vizita dehari e ka uzurpu. Qyshe ka thonë dhe Shpend Ahmeti me një emision, kjo është strategji ko pas kohe e vetë vendusjes, në çdo përzgjedhje me marr konstituimin e seancës përmes njeriut ma të vjetër. E kishe kritikuar PDK-n të kaluarën, me Flora Brovinën? Po tash bëm për 3 herë radha zi vetë vendusja edhe opozita është keq, ishë opozita që s'pëgjohën edhe ata një deputet, pak ma të vjetër. E kam pasur, ka qenë modeli PDK-s kjo, për në atë kos ka pasur akgjikime të rëndishme. Edhe minol këtë farë degradimi që aj për shkak të moshës edhe rrethona personale